thot Kinza smoothie dhe ne tani do t'i bëjmë një smoothie me banane dhe boronica të ngrira. Nëse fëmijët nuk ju han bukë dhe nuk dini se çfarë t'i jepni që të han, të fusin një gjë në stomakun e tyre, atëherë kjo është një recetë shumë e mirë. Ulo mama? Po i bëj dhe Kinzës, po bëj dhe për vete sepse thjesht është shumë e shijshme. Mos të fusni gjithë bananën në qoftë se do ta bëni vetëm për bebin tuaj, mund t'i fusni vetëm gjysmën e bananës dhe banania e ëmbëlson pjesën e smoothie, kështu që nuk ka nevojë për sheqer shtesë. Këtu kam futur 2 grushta me boronica, faraqia. Për qumësh mund të përdorni çfarë qumshi ju preferoni, ne do hedhim oat milk. Ju mund ta bëni edhe me Greek yogurt nëse ju pëlqen tekstura, ose mund ta përzini një lug Greek yogurt dhe pak oat milk. Pra, në varësi të teksturës e të shijes që ju preferoni, unë do fus kaq dhe nëse del më trash siç duhet, mund të jetë akoma më shumë qumësht për ta bërë atë sipas konsistencës shumë. Për vete smoothie do ta hedh këtu, ndërsa Kinza do ja vendos te kjo ngota e saj. Yummy, yummy, yummy. Gëzuar.